shtet, jemi shumë shtet i ri për mi postulloj probleme që kemi tash. Ekziston një toksitet shumë i madh, një energji shumë negative që rrethon gjitha partitë politike, por kryesisht ky burim i kësaj energjie negative, i këtij toksiteti po dihet se ku është në partinë e parë e cila ka dalë, e cila parti e parë nuk është tregu shumë parti, si me thonë, bashkëpunuese, e ka pas mundësinë me u tregu shumë bashkëpunuese, ka pas gjitha mundësit, ndoshta me marrë edhe përqindje dhe më shumë se sa që ka marrë kësa here, mirë po fatin e madh cilin e ka pas ajo parti për me qenë ndoshta shumë e suksesshme, ka mrime një pikë që me formu gjithë këtë toksitet cilin jemi tani. E cili toksitet është shumë, vërtet nuk është i dijet fort fundit se si mund të zgjidhet. Të e marrë parasysh partitë politike, një vaforme ja kanë zanat shumë senet pak me marrë si personale, edhe si pasojë e saj, mundim me met me një pikë të cilën mos me mujt me funksionu shteti si duhet. E kjo është fatkeqësi. Kush është fajtori këtu? Padyshim që partia e parë nuk mundemi, nuk kena nevojë me shkuar shumë larg me i shiku se çfarë mënyra të komunikimit ka përdorur, ose në vërtet çfarë fjalë ka përdorur në këtë rast kryeministri Kurti, në detyrë kryeministri Kurti, në fushatën e fundit, prej cilës fushat mendoj që aty ishte kulmi i toksitetit cilin e ka përdorur ai, edhe natyrisht që është e kuptueshme që asnjë parti nuk dëshiron me qenë pjesë e një partie, në bashkëpunim me një partie cila është ka shumë toksike sa është vetëm. Që aty ka ndarë rrugë ta, në fushat ju ndarë kështë? Jo, para fushatën po filloi. Janë shumë para fushatës, po besoj që në fushat ka qenë mundësia që... Po, në politikë shpeshherë kemi pas rastin të shohim kthesa të mëdha. Edhe që ka pas ndoshta edhe tensione më të mëdha mes partive. Unë e kujtoj atë momentin kur Albin Kurti drejtohet Isa Mustafës me akademik Isa Mustafa derisa para asaj ai kishte thënë kishte volë këtë kundërtën pikërisht për LDK-n edhe kryetarin e asaj kohe të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mundoj që në atë kohë kemi qenë shumë më mirë ne si shtet, e kemi pas vëmendjen e ndërkombëtarëve dhe në një farforme sadopak na kanë ndërkombëtarët afër, edhe na kanë këshilluar në çfarë do lloj pike ku kemi ngecë. Fati i Kosovës tash është që nuk është që kemi ndërkombëtar që na rrin afër më na tregu se çka më bën, dhe në këtë rast edhe në farforme me 17 vjet pavarësi, tash padyshim bashkë mbikëqyrja ka përfunduar edhe bashkë për këtë pikë po thamë edhe unë, edhe është përmenimi